Shqipëria ka mirëpritur 11.137.328 vizitorë të huaj nga janari deri në tetor të vitit 2025, ose 7% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2024. Shifra u bë e ditur nga Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxha, në një postim në rrjetet sociale. Gonxha tha se vetëm në tetor 2025 janë regjistruar 908.642 vizitorë, një ritëm që dëshmon transformimin e turizmit gjithvjetor, duke lënë pas modelin sezonal dhe afirmuar Shqipërinë si një destinacion në zhvillim të qëndrueshëm dhe tërheqës për çdo stin. Për shkak të vijës së Bregdetit, Shqipëria ofron disa plazhe nga veriu deri në jug, si në velipoj të Shkodrës, në Shëngjin të Lezhës, në Durrës, Vlorë, Himar, Sarandë. Plazhe këto që frekuenton përveç shqiptarëve edhe nga shtetas të huaj që zgjedhin Shqipërinë si një destinacion turistik gjatë muajve të verës. Gjithashtu Gjirokastra, Berati, Butrinti, Kruja, Tirana, Shkodra janë destinacione të kërkuara në çdo stin për turizëm historik dhe kulturor. Po ashtu vendi ynë ka kushte për turizëm gjithvjetor për shkak të relievit që ofron mundësia për turizëm nga jugu në veri. Fshatrat turistik të veriut të vendit njohin së fundmi numër të lartë turistësh, ndërsa po zhvillohet edhe infrastruktura për turizmin e aventurës. Shqipëria po ashtu ka lumin të shumtë, laguna dhe parqe kombëtare, të cilat tërheqin me bukurinë natyrore të tyre turistë nga e gjithë bota.